Vendim më i vështirë i jetës time ka qenë largimi nga Kosova, nga familja. Balta njës fshati në majet e administratës holandeze, të financave, auditimit, po për mua ajo balta ka qenë ari im. Unë kam ardhur në Holland moshën më të mirë rinore, domethënë moshën 26 vjeçare. Me bashortën time, ne posa i mbaruam studimet universitare në Prishtinë, dytjem ekonomista me profesion, edhe në bazë zhvillimeve politike që kishim në atë kohë, ne kemi emigruar këtu. Vitin 1994, saksisht. Mu më kam pëlqyer çdo herë lulet, tulipanet, më ka pëlqyer puna holandezëve, kam lexuar shumë që janë njerëz spontor, edhe unë vi nga një fshat malor, e kam desh rrafshin, se kur e ki një gjë nuk ja di vlerën, tash e di shumë ma shumë me qenë mal, me qenë kodra, me qenë bjesht, është knatësi, është pasuri. Në atë kohë Holanda vendi rrarë, vendi luleve, vendi prosperitetit, vendi zhvillimit, vendi demokracisë, vendi kulturës, vendi jo i diskriminimit, ku edhe të hujt krijojnë apo kanë hapësira të mira, nëse dojnë me u integru dhe me ecë përpara në profile të ndryshme që i afronte Holanda. Domethënë ishim të përgatitur për me ardhur këtu, dhe jo rastisht e kemi zgjedhur Holandën. Vendim më i vështirë i jetës time ka qenë dalja apo largimi nga Kosova, nga familja, nga vendi, nga ato zhvillimet që i kishim. Se unë isha edhe antar aktiv i rezistencës ndaj okupimit serb, domethënë e kur e mora këtë vendim ishte shumë i rëndë. Edhe tash më përcjell ajo storje, ajo ngjarje, ajo përshëndetje me nanën time, kështu që ka qenë jashtëzakonisht i vështirë. Integrimi zakonisht i vështirë. Se kishim Kosovën andej, kishim zhvillimin në Kosovë, anën tjetër u do të integrimi, se pa integrim suksesi është i pamundshëm. Kështu që ka pas vështirësi mjaft, shumë vështirësi. Nëse qesën letër, unë do të punoja për një libër, faktikisht del një libër e tërë, rreth sfidave, vështirësive, rrugëve të rënda, ramje ngritje, këto janë efektet që ka pas mirë, po fundi ka ardhur mirë. Edhe në Kosovë, edhe këndej. S'di sa herë u shkruar për mu që nga balta njës fshati, Sfaraqak, shkru me origjinë në majet e administratës holandeze, të financave, auditimit, po për mua ajo balta ka qenë ari im, ajo ka qenë shtytja ime, ajo ka qenë morali im, ajo ka qenë pasuria ime që nga i vend ka qenë piknisja e sukseseve. Kom menduar që edhe ne shqiptarë ku do të shkojmë, jo vetëm punë kraj, se edhe aty kam respekt, kam vlerësim, jashtëzakonisht edhe për ata njerëz që i bojnë punë e tilla, mirë po kam qenë i vendosur që vetëm profesion të punoj, të shkollohem dhe të arrij aty ku ja kam dhënë fjalët e prindve të mi, amaneti tyre me vështirësi që më kanë shkollu, me mundim që më kanë shkollu, që fjalën e tyre edhe premtimin që më kanë dhënë pa marrë parasysh ku do të shkoj, do t'ja arrij qëllimit. Domethënë ka qenë qëllimi numër 1 që të punojmë profesion dhe të tregojmë edhe evropianëve, edhe bashkisë evropiane që shqiptarët është një truj pa përdorur dhe jem gjendë që të arrijmë në majet e çdo pune, çdo funksioni, çdo suksesi, po me punën për kushtim, me vendosmëri, me gjitha ato, domethënë që puna e parë ka qenë pikërisht kam kryer shkollimin në gjuhës holandeze, kam qenë i përkushtuar që të amrrim profesion, të punoj dhe të jem edhe një lloj ambasadori, jo veç i familjes, po edhe i Kosovës dhe i kombit. E kam punuar punën e parë ka qenë Telekomi holandez. Nga shkollimi e pan pak atë vendosmërinë time, dëshirat e mia, por edhe kapacitetet e mia, dhe nga universiteti ku bëja një praktikë më dërguan në Post Telekomin holandez si punëtor planit dhe analizave financiare. Aty ka qenë hapi i parë, aty ka qenë thyrja e akullit, aty ka qenë deshja e parë me profesionin, me ekonominë, me kompjuterin, me administratën, me financat, me kulturën tjetër, edhe aty filloj. Tash jam, si përshehni këtu, shtëpinë e bardhë të Hagës, të Hollandës, është komuna, tash e disa vite, administratori parë i sektoreve të rëndësishme për ekonomi, financa, auditim dhe përkohësisht
jam i ngarkuar që një kohë, po thëmë përkohësisht se u bon këtë gjatë do mujë, besa ka kalu dhe viti si menaxhues apo drejtuesi i programeve të IT-s, të teknologjisë informative. Mirë po, gjitha këto detyra, punë, përgjegjësi, rezultate, çdo ditë mendoj për janë të lidhura me Kosovën, me vendlindjen, me kombin, me shqiptarin, çdo proces, projekt që kryej thëmë, atë kisha qenë Kosovë, atë ishte bërë për Kosovën. Edhe për Shqipërinë, edhe për gjithë shqiptarët, edhe pse edhe ne po ecën gjërat, po ne dojmë të herë edhe më shumë. Bazë analizave që i kam ndërhyrë në sisteme, shiqoj njerëz nga prejarët e ndryshme, sa kanë arritë, sa kanë nejtë, sa është numri përgjithësi, kur kanë marrë na ka qenë numri shumë i vogël, se pjesa dërmuese e bashkohanikëve tonë kanë qëndruar, ose janë dalë në Austri, në Gjermani, Skandinavi, në Zvicër, edhe Holanda pak ma largë, do me thonë nuk e në ardhë me shumicë. Edhe në atë ku ka qenë numri shumë i kufizuar, tash është rrit numri, jo vetëm nga Kosovë, për nga ardhë, nga troje tjera shqiptare, nga Shqipëria. Dallimi për nga të arriturat është si nata me ditë, kur kem qena kanë qenë numërum. Unë nuk mundën, se kam një ose dy ma shumë, që kanë qenë të inkuadruar në për institucionet shtetit apo kompanit shumë të mëdha Hollandë. Tash është një numër i madh, edhe them shumë sinqerisht me krenarin më të madhe, edhe me dëshirën më të madhe që gjenerata e re që kanë ardhur, fëmijët tonë kanë arritur jashtëzakonisht me shkollim, me punësim, sot punojnë, drejtojnë institucione shumë të rëndësishme, banka, spitale, qendra inovative, kompani të teknologjisë informative, s'po flasim për seksionin në ndërtimtarisë apo sektorin në ndërtimtarisë dhe gastronomisë, që aty faktikisht ka pas, po ka edhe tash, po është një stadion pak më ndryshe që nuk e njeh as mirë, po do me thonë jem shumë të mirë përfaqësuar. Edhe krahasim me vende tjera, këtu kanë ecë gjeneratat e reja. Çdo familje thuja, nëse ka 2 apo 3 fëmijë s'pak është një me përgatitje të lartë shkollore. Nuk kam besuar, sinqerisht, mirë po jam munduar çdo herë të punoj, dal faqebar dhe rezultatet konkretizohen, puna me rezultate me të arritura. Holanda afron shumë mundësi. Edhe një po e them, nga gjenerata ime që kem dalur si azil kërkues në botën perëndimore, për fatin keq tonë, nuk ka shumë njerëz që nga statusi i refugjatit të mrrin institucionet e larta të shtetit, të administratës, për shumë arsye. Unë i arsyetoj shumë se kem qenë lidhur shumë me familjen, me ndihmë financiare, me ndihmë Kosovës, do me thënë ai porosia që thot çdo herë kërkoj trit tom që nëse dalin jashtë marrin një përvojë dhe të kthehen dhe ta zbatojnë Kosovën tonë, vendet tona që ka nevojë mjaft, e për gjeneratat e reja, gjenerata e dytë dhe tretë që po vinë, ato nuk i kanë vështirësi që i kishim ne. Për shembull fëmijët e mi, 3 fëmijët kanë lindur këtu, janë shkolluar këtu, po e kanë pas shtëpinë e kuqe nga aspekti i avancimit, e gjuhës, e integrimit, edhe kanë kryer shkollime të larta, domethënë një fazë pak më e lehtë, një fazë më ndryshe, edhe mundësi kanë pas më shumë se ne që kemi pas kur kemi marrë nga ajo periudhë. Domethënë tri të Kosovës i porosisë, që në rand parë, nëse kanë dëshirë për të dalë në botën perëndimore, është mirë për me dalë, me shiqua, me pa, me marrë përvoja, gjithë aspektet. Mirë po, ju kisha lutur shumë që vinë përkohësisht të kthehen në vendin e Kosovë. Kosova ka nevojë. Ka nevojë për tri, ka nevojë për eksperta, ka nevojë për perspektiva të reja, për mundësi të reja, e këto mundësi duhet krijojnë shteti, por edhe ne ndihmojmë në atë aspekt. Që dham një kontribut që afrohemi shtetit që ne jem këtu do të dajmë kontribut, këtu do të punojmë, këtu do të avancojmë çështjen e Kosovës, edhe të mirëqenies njerëzve tanë, edhe mënyrën më të mirë të mundshme të ecën përpara me popull të tjerë këtë zhvillim që e kanë sot dhe besoj që duhet të realizohet, duhet të ketë sukses. Unë jam Nazmi Jusufi, që nga vitin 1994 jetoj në Hollandë, profesioni im është ekonomist auditor. Këtu punoj në këtë ndërtesë si krye administratori financave, auditimit dhe i teknologjinë informative tash disa vite.